Heshta kur kuptova se disa sekrete në një familje nuk duhet zbuluar kurrë. Vjera ime ishte një grua shumë e fortë. Në sytë të gjithëve, ajo dukej si një nën shembullore, një bashkëshorte e përkushtuar dhe një grua që mbante familjen bashkë. Fqinjët e përshëndesnin me shumë respekt. Në lagjen ku ne banonim, flisnin mirë për të. Askush nuk donte ta imagjinonte se pas buzëqeshjes së saj, fshihej një jetë krejtësisht tjetër. Kur u martova me burrin tim,